Në orët e vona të natës, kur shtëpia është më e qetë dhe shumica e banorëve janë shpërndarë në dhomat e tyre, Limi dhe Alba gjenden bashkë në krevat. Atmosfera mes tyre është e çuditshme, e ngarkuar me emocione të përziera, pas gjithë debateve, përplasjeve dhe afrimeve që kanë kaluar gjatë ditëve të fundit. Heshtja mes tyre flet më shumë se sa fjalët. Ata fillojnë të lëvizin, të kërkojnë rehati, sikur po përpiqen të gjejnë një mënyrë të re për t'u afruar me njëri tjetrin. Alba qesh lehtë, ndërsa Limi bën shaka, duke u përpjekur ta ulë tensionin. Lëvizjet e tyre janë të çrregullta, jo të zakonshme, dhe duket sikur po eksperimentojnë me mënyra të reja për t'u ndjerë më afër, por edhe më rehat. Në një moment, Limi reagon me humor dhe thot me zë gjysmë shakaje se ja ka thyer shpinën, duke qeshur dhe duke e kthyer situatën në diçka më të lehtë. Alba qesh gjithashtu, duke e marrë si një batutë, ndërsa përpiqet të rregullohet më mirë në krevat. Ky moment krijon një çast afrimiteti të çuditshëm, ku tensioni dhe lodhja përzihen me të qeshura. Biseda mes tyre vazhdon me tone të ulta. Ata përmendin ditën që ka kaluar, situatat e vështira, debatet me banorët e tjerë dhe mënyrën se si gjithçka duket më ndryshe kur janë vetëm. Limi flet për lodhjen që ndjen, jo vetëm fizike, por edhe emocionale, ndërsa Alba dëgjon dhe her pas here ndërhyn me ndonjë koment të shkurtër. Krevatin e mbulon një heshtje tjetër, këtë herë më e qetë. Ata vazhdojnë të lëvizin lehtë, duke kërkuar pozicion më të rehatshëm, sikur asnjëri nuk po gjen vendin e duhur. Limi vazhdon të bëjë shaka të vogla për situatën, duke e mbajtur atmosferën më të lehtë, ndërsa Alba reagon herë me të qeshura, herë me komente ironike. Ky moment në dukje i thjesht tregon shumë për marrëdhënien e tyre. Nuk është vetëm afërsi fizike, por edhe një përpjekje për t'u lidhur emocionalisht pas gjithë kaosit që kanë përjetuar. Kamera kap detaje të vogla, lëvizje të ngadalta, fytyra të lodhura, por edhe buzëqeshje të sinqerta. Me kalimin e minutave, situata qetësohet. Limi shtrihet më rehat dhe Alba gjen më në fund një pozicion ku duket se ndihet mirë. Biseda shuhet gradualisht dhe mbetet vetëm qetësia e natës. Ky moment, megjithse i heshtur dhe pa shumë fjalë, zgjedh në kohë dhe mban vëmendjen për më shumë se 5 minuta, duke treguar një tjetër anë të marrëdhënies së tyre, larg debateve dhe tensioneve të ditës.